ka përmirësimi, unë e kom qitë një protezë, atë më konë në Turki, e kom qitë një protezë, shëqër Zotit ka pak njëherë, është edhe fillimi, besoj që i përmirësu. Policët rrugor të vendit kanë probleme me sigurinë e tyre në punë. Ekspertët dhe sindikata konfirmojnë që pajisjet e rëndësishme mungojnë dhe procedurat nuk zbatohen sipas standardeve. Pamjet ku policët goditen nga makina në disa raste kanë shqetësuar publikun, por të dhënat e policisë nuk konfirmojnë se ka ndonjë ndryshim të procedurave. Zyrtari policor Ganis Sahitaj mori lëndime trupore derisa ishte në punë gjatë realizimit të një pike kontrolli. Nga pamjet shihet se një kamion ishte i ndalur dhe mbrapa kamioni zyrtari policor del për ta ndalë një vetur tjetër. E kjo vetur, pasi kishte ndalur shpejtësinë, goditet nga një automjet i këforit, i cili në atë kohë ishte në lëvizje. Ky rast ka shkaktuar pasoja direkte në trupin dhe shëndetin e një zyrtari policor. Ne kemi kontaktuar me zyrtarin policor Ganis Sahitaj, i cili ka treguar se ka qenë për shërim në Turqi dhe se shpenzimet e protezës së këmbës i ka paguar me paratë e tij, por që ka marrë premtimin se do i kompenzohet nga policia. Deri me tani, dora e shtetit nuk ka arritur tek zyrtari policor. I njëjti është dashur të gjejë një avokat për të shtyrë përpara çështjen e tij. Përshëndetje nderuar. Jam Beher Mustafa, jam gazetari kallzo.com. Po shpresoj që je mirë me shëndet dhe po kalon mirë. Mirë, zotit shqyqyria, mirë. Po shkon ka përmirësimi, unë e kom qitë një protezë, atë më konë në Turki, e kom qitë një protezë, shqyqyr Zotit ka pak njëherë, është edhe fillimi. Besoj që i përmirësuat, jam përmirësim, për ditë ka pak. Edhe me këshyrë shka o ka bëmot me mu, qëfa drejtimi po shkoj. To shpenzime, kush ti ka pagu? A i ke pagu vetët, i ka pagu shteti? Për momentin i kom pagu vetë komplet. A të kanë premtu? Kanë premtu që kompenzojmë komplet, kësa kanë premtu. Me këta italian të, a ke kontaktu në hera, ke ronë kontakt me ta i nderuar? Me italian, unë e kom pa angazhu advokatin tem, edhe në përpun që një 2 javë ditë më kanë thonë me caktu një datë për më arë më të vizitu këtu. Po. Alo nuk o të preje asë në drejtim. Hetimet për këtë rast se si erdhi deri tek aksidenti nuk do zhvillohen në Kosovë, për shkak të përfshirjes së një automjeti të këforit, pasi ata kanë imunitet në Kosovë dhe hetimet për ta zhvillohen në vendet prej nga vinë ata. Në prokurorinë e PS tregojnë për recurim fillestare të procedurës penale të këtij rasti. Lidhur me këtë çështje penale, mes rast një zyrtar policor ka pësu lëndime të rënda trupore, ku për fatkeq ka humbur dhe këmbën, ku si pasojë e tentimit për të ndaluar një veturë, e cila edhe ajo ka qenë veturë zyrtare e këforit. Mes rast vetura tjetër e këforit e ka goditur veturën që ka qenë para saj dhe si pasojë e kësaj goditjes, vetura që ka qenë para saj ka shkaktuar lëndime trupore të pariparueshme dhe të rënda, ku siç e potencoi ka humbur këmbën zyrtari policor. Njësit të relevante policore ka ndarë vendin e ngjarjes, gjithashtu dhe prokurori i shtetit është normal me këtë çështje për shkak të imunitetit që kanë zyrtarët e këforit në Republikën e Kosovës. Kemi qenë të kufizuar në ndërmarrjen e veprimeve ligjore, mirë po kemi pasur koordinim të ngushtë me zyrtarët e këforit, mes rast prokurori e çështjes i ka pritur fillimisht në takim. Të njëjtit janë interesuar shumë për gjendjen e viktimës, i cili ka qëndruar për një kohë në Çekokë, dhe si çështje penale kjo do të transferohet për të hetuar pas veprimeve të ndërmarrë nga prokuria veprime fillestare, do të transferohet për të trajtuar për veprime të mëdha të jashtme në shtetin përkatësisht në Republikën e Italisë. Rastin e zyrtarit policor Ganis Sahitaj ne do vazhdojmë ta monitorojmë. Një përgjigje rreth procedurës së këtij rasti e kemi kërkuar edhe nga këfori në Kosovë, por ata nuk kanë kthyer përgjigje deri në publikimin e këtij materiali. Ganis Sahitaj kam pas rast që ta njoh dhe kam punu me to, sepse unë vij nga regioni 5, e njoh mirë. Edhe Gania ka pas një aksident gjatë kryerjes detyrës zyrtare. Siç e dim, ai ka pas një aksident me
me këfor, dhe të thëtë goditja i ka orën nga një vetur e këforit. Di mirë se rregulluarët në vend nuk na lejojnë që gjykata dhe prokuroria të merren me këtë rase për arsye se misionet diplomatike të huaja ose këforit kanë imunitet diplomatik. Edhe ky rast shkon më të tje, por nuk hetuat nga organet tona të drejtësisë. Sa i përket gjendjes tina, kemi vizitojmë edhe ne si sindikat, po edhe menaxhmenti i lartë kanë qenë. Gjendjen e ka stabile tash për momentin. Sa di unë dhe jam i sigurt që ju ka siguruar edhe proteza, ku tani edhe hec, të më thonë, ka mundësinë që për me hec, ende është në marrëdhënie pune, për më të tje do të flasim në një rast tjetër.